Kryeministri Edi Rama njëherët dhe kryetari i Partisë Socialiste ka zhvilluar pasditën e së dielës një takim me të rinjtë në Vlorë për prezantimin e kandidatëve të Vlorës. Në fjalën e tij Rama falenderoi dhe të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike të Vlorës që ju bashkuan Partisë Socialiste. Shumë faleminderit. Vjen shumë mirë që jam këtu sot edhe nuk ja u fshet dot që arsyeja e veçantë pse më vjen shumë mirë është që këtu sot nuk jemi vetëm ne që jemi mësuar të jemi, po jemi edhe me disa që se jemi mësuar të jemi, që është Sara dhe shokët e saj, dhe dua t'i falenderoj që na janë bashkuar në këtë përpjekje që siç jam munduar ta përsëris, është një përpjekje përtej të gjitha atyre që janë temat e një fushate të zakonshme elektorale, sepse në 11 maj ne kemi në dorë fatin historik të shfrytëzimit të një mundësie reale për të bërë antar të Bashkimit Evropian brenda kësaj dekade dhe me mandatin e kadrit të Partisë Socialiste për të përfunduar negociatat e antarësimit dhe për t'ju dhënë të gjithëve ju pasaportën e BE-s. Dhe nuk jemi vetëm ne, që si gjithmonë kemi ndëruar, kemi dashur, kemi bërë të gjitha përpjekjet për të qenë pjesë e familjes së Bashkuar Evropiane. Por sot, për arsye që nuk lidhen vetëm me ne, por që lidhen me ata vetë, janë dhe ata antarët e asaj familje që duan që ta marrin Shqipërinë sa më parë në BE, tha Rama. Dhe prandaj, të gjithë atyre që thonë socialistët janë të gjithë në përburgje, ju them e para, na marrin të keqen për një arsye shumë thjeshtë. Se ata që janë para drejtësisë mund të jenë sa gishtat e dorës. Kurse ne që luftojmë për drejtësinë, në 11 maj mund të bëhemi ndoshta edhe 1 milion. Dhe ne jemi të vendosur në këtë pikë. Ama në qoftë se futemi në BE, një gjë është shumë e sigurt. Nuk kam forcë këtu brenda që lëviz më nga themeli që të gjithë janë barabartë para ligjit, sepse futemi në një familje ku si jemi më vetëm, në një familje ku jemi të varur, siç jeni shumica juaj të varur akoma nga prindrit, dini shumë mirë që nëse prindrit juve ju mbyllin derën, ju ndërpresin financimin, s'ka më xhel në përflok këtu. Si fillim, ikën xheli. Gjithë to flokët kështu si ndërtim pa leje, ikin. Edhe legalizohet komplet forma e kokës. Sepse vareni prej tyre. Edhe kështu është edhe për të gjitha vendet e BE-s, jo vetëm për vendet e vogla, por edhe për vendet e mëdha. BE-ja është një familje ku liria individuale 1, barazia para ligjit 2 dhe standardet e bashkëtesës me liri, konkurrence, merit e tjerë nuk negociohen për askënd. Ama BE-ja është një vend ku kur hyn është tamam si ju ku shkoni në shtëpi për ne. Është e ndarë në 2 kategori, janë kontribusit që janë prindrit atje, si prindrit tuaj, Gjermania, Franca, Hollanda, që janë më të pasurit, më të zhvilluarit, më të fortët që japin para. Ata më shumë japin se marrin nga BE-ja. Por atyre BE-ja ju duhet, sepse është një hapësirë e madhe tregu. Dhe janë vendet si ne që janë përfituesit. Momenti që ne hyjmë atje, ne do na japin para. Përveç gjithë atyre. Sot për arsye gjeopolitike që janë përtej nesh, Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian duan të marrin në familjen e tyre antar të rinj, përfundoi fjalën e tij Edi Rama.